të udhëtosh me avion kur je mbi 60 vjeç në vitin 2026, jo vetëm që është plotësisht e mundur, por mund të kthehet në një përvojë shumë më komode, më inteligjente dhe madje më e favorshme nga sa mendojnë shumica. Sot po të tregoj 10 përparësi krejt falas, ose pothuajse falas, që shumë linja ajrore dhe aeroporte i ofrojnë, por nuk i reklamojnë aq sa duhet. Do të fillojmë me një që pak e din, pastaj do të përziejmë të njohurat me të panjohurat që të mbajë të vëmendshëm. E para, shoqërues pa kosto shtesë. Disa linja ajrore, kur bëhet fjalë për pasagjerë mbi 60 vjeç që kanë nevojë për asistencë ose kanë lëvizshmëri të kufizuar, lejojnë që një shoqërues, familjar, partner apo mik të marrë pjesë në procesin e embarkimit, tranzitit dhe zbritjes, pa pagesë shtesë ose me një kosto shumë të ulët. Kjo përparësi njihet pak, sepse zakonisht nuk figuron qartë në faqen e linjës ajrore, shpesh e merr vetëm duke pyetur stafin e asistencës në aeroport. Në vitin 2026, me protokollet e reja të aksesueshmërisë në disa vende, ky lloj kujdesi po normalizohet gjithnjë e më shumë. Praktikisht, nëse ti, ose dikush më i moshuar, po udhëton, mjafton të kërkosh asistencë me karrige me rrota ose shoqërues pa kosto, dhe shumë herë linja ajrore e miraton si gest mirësjelljeje. E dyta, embarkim prioritar falas ose i thjeshtuar për mbi 60 vjeç. Shumë e din si ide që hipen më herët, por ajo që pak e din është se ky privilegj jo gjithmonë kërkon pagesë për një paket premium. Në disa fluturime ndërkombëtare, në vitin 2026, kjo po ofrohet si pjesë e shërbimit për pasagjerët më të moshuar. Të hipësh më herët do të thotë të vendosësh bagazhin e dorës më lehtë, të shmangësh grumbullimin e minutës së fundit dhe të ulesh me qetësi, pa stres. Shpesh e merr thjesht duke e kërkuar te sporteli i check-init ose te stafi i portës së embarkimit, duke thënë qartë që je mbi 60 vjeç. E treta, përjashtim ose ulje tarifash për bagazh mjekësor ose pajisje lëvizjeje. Nëse ke me vete pajisje mbështetëse, si bastun, mbështetëse ecjeje e palodhshme, karrige me rrota e palodhshme, apo pajisje mjekësore, shumë linja ajrore në vitin 2026 lejojnë që ti dorëzosh pa pagesë shtesë, ose ti trajtojnë si bagazh special, pa i numëruar si një baule ekstra. Kjo nuk thuhet shpesh, por është shumë e rëndësishme për çdo që udhëton me mbështetje fizike, sepse të shpëton nga tarifa të papritura. E katërta, linja sigurie më të shpejta ose kontrolle speciale. Në disa aeroporte, udhëtarët 60 vjeç e lartë mund të përdorin radhë të veçanta në kontrollin e sigurisë ose të marrin fast track falas ose me kosto të ulët. Kjo e ul pritjen në aeroport, gjë thelbësore kur nuk lëviz dot me të njëjtën shpejtësi si më parë. Në vitin 2026 po shihet që shumë aeroporte ndërkombëtare po e zgjerojnë kujdesin për pasagjerët me lëvizshmëri të kufizuar ose pasagjerët më të moshuar. Kjo përparësi e lehtëson nisjen e udhëtimit dhe e ul stresin. E pesta, zbritje të pafishuara për të moshuar. Edhe pse shumë linja ajrore e kanë hequr kategorinë standarde mbi 60 si tarifë të rregullt, agjentët e rezervimeve telefonike ndonjëherë kanë akses në tarifa senior ose tarifa promocionale që nuk shfaqen online. Sipas udhëzuesve të specializuar për vitet 2025-2026, këto tarifa mund të jenë të disponueshme nëse pyet për Senior Fare for Age 60+. Jo çdo fluturim e ofron, por është një përfitim pa pagesë shtesë, ose më saktë, me kosto të reduktuar, që nuk e gjen dot nëse vetëm kërkon në faqe interneti pa pyetur. E gjashta, ndryshim vendi me përparësi ose falas për më shumë komoditet. Në fluturime të gjata, shumë linja ajrore janë më të gatshme të ndërrojnë vendin, për shembull, të vendosin në korridor ose pranë tualetit, pa kosto shtesë për pasagjerë mbi 60 vjeç, sidomos kur e kërkojnë me kohë. Kjo bëhet avantazh nëse s'do të rish i mbyllur te dritarja ose s'do të kalosh mbi njerëz e rrallë. E rëndësishme është të telefonosh herët, ose të paktën gjatë check-init, dhe ta shpjegosh qartë, jam pasagjer mbi 60 vjeç, a mund të më caktoni një vend me akses më të lehtë? E shtata, longe falas ose me akses të lehtësuar në rast vonese.
Nëse fluturimi yt vonohet për disa orë dhe je pasagjer më i moshuar, disa linja ajrore ose vetë aeroportet mund të japin akses falas ose me çmim të reduktuar në sallonin VIP, lounge, që pritja të mos të bëhet e rëndë. Ky lloj përfitimi po shfaqet gjithnjë më shumë në vitin 2026, ku pasagjerët më të moshuar me status Needs Assistance po trajtohen me më shumë prioritet. Sigurisht, nuk është i garantuar në çdo linjë apo çdo itinerar, por ja vlen të pyesësh te sporteli i shërbimit ndaj pasagjerëve. E teta, ndihmë falas me bagazhin e dorës ose transport brenda aeroportit. Një përparësi që pak e njohin është se stafi i portës ose i linjës ajrore mund të ndihmojë ta ngresh ose ta zbresësh bagazhin e dorës, nëse je mbi 60 vjeç, pa të tarifuar për këtë. Në shumë fluturime, sidomos ndërkombëtare, kjo po kthehet në praktikë të zakonshme si pjesë e kujdesit ndaj klientit. Në raste të caktuara përfshihet edhe transporti brenda aeroportit ose ndihmë për kalimin midis portave shumë të largëta, nëse kërkohet paraprakisht. E nënta, fleksibilitet për ndryshime fluturimi ose rishkëmbim bilete në rast sëmundjeje apo të papriturash. Në vitin 2026, shumë linja ajrore ofrojnë kushte më fleksibile për udhëtarët më të moshuar, për shembull, kredi fluturimi pa penalitet nëse raportohet një sëmundje e caktuar ose ndryshim bilete pa tarifë shtesë. Kjo njihet pak, sepse nuk aplikohet automatikisht, duhet të telefonosh shërbimin ndaj pasagjerëve dhe ta shpjegosh situatën. Por është një mbrojtje falas ndaj të papriturave që shumë njerëz nuk e përdorin. E 10, programe besnikërie ose klube për mbi 60 vjeç me përfitime shtesë. Disa linja ajrore kanë klube udhëtarësh senior ose promocione specifike për moshën e tretë, deri tani pak të promovuara, që përfshin më shumë milje, upgrade falas në periudha me kërkesë më të ulët, ose zbritje të veçanta në fluturime jashtë sezonit. Në vitin 2026 këto iniciativa po rriten, sepse turizmi i të moshuarve është në rritje. Nëse je 60 vjeç e lartë, ja vlen të pyesësh, a keni klub senior ose promocion për mbi 60, sepse mund të aktivizohet pa kosto shtesë. Tani, që ti shfrytëzosh maksimalisht këto përparësi, ja vlen të dish si ti kërkosh dhe cilat janë gabimet më të zakonshme. Së pari, telefono qendrën e rezervimeve, mos u mbështet vetëm te faqe online, sepse shumë përfitime nuk duken në internet. Së dyti, thuaj qartë moshën dhe që po pyet për përfitimet për pasagjer mbi 60 vjeç, pa u sjell as me nënçmim, as me kërkesë të ashpër, një ton i sjellshëm të hap shumë dyrë. Së treti, rezervo me kohë dhe zgjidh shërbimet e asistencës për pasagjerët më të moshuar, nëse sistemi i ofron që kërkesa jote të regjistrohet. Së katërti, shko në aeroport herët, edhe me prioritet është shumë më komode kur ke kohë të mjaftueshme për asistencë ose ndryshime. Së pesti, ruaj kopje dhe mbaj shënim numrin e rezervimit, emrin e agentit dhe çdo konfirmim verbal. Sa i përket pyetjes pse këto përparësi ekzistojnë dhe pse nuk promovohen shumë, arsyeja është e thjeshtë. Linjat ajrore dhe aeroportet e dinë që shumë të rritur më të moshuar paguajnë pa kërkuar dhe një reklamim i hapur i zbritjeve për të moshuarit mund të ulë çmimet në mënyrë të përgjithshme ose të sjellë një vërshim kërkesash. Prandaj, çelësi është të dish çfarë të kërkosh dhe si ta kërkosh. Në vitin 2026 po shihet qartë një ndryshim, më shumë fokus te aksesueshmëria, personalizimi i shërbimit dhe ruajtja e besnikërisë së një segmenti pasagjerësh që udhëton më qetë, më i planifikuar dhe me buxhet. Është e rëndësishme të theksohet edhe diçka tjetër, këto përparësi nuk e zëvendësojnë përgatitjen dhe planifikimin e mirë. Të udhëtosh mbi 60 do të thotë të kesh parasysh shëndetin, lëvizshmërinë, pushimin, rezervimin me sigurim udhëtimi, njohjen e kërkesave të destinacionit dhe të tjera. Por ajo që bën diferencën është se këto përparësi falas të ulin koston e fshehtë të parehatisë, stresit dhe pritjes së panevojshme, kështu fluturimi bëhet një përvojë e këndshme, jo një barë. Tani po të shtoj disa nuanca shumë të rëndësishme për vitin 2026. Me automatizimin dhe digitalizimin në rritje në aeroporte, disa procedura bëhen më të shpejta, por edhe krijojnë ankth për ata që nuk janë mësuar me aplikacione ose kioska check-in. Në këtë skenar, të kesh asistencë me prioritet, si te pika e 4, bëhet edhe më e vlefshme.
po ashtu me rritjen e tarifave të bagazhit dhe uljen e shërbimeve fre të shumë kompani low cost, përfitimi i bagazhit mjekësor pa pagesë, pika e tretë, dhe vendi me akses më të mirë, pika e gjashtë, marrin edhe më shumë rëndësi. Dhe, në fund, fakti që njerëzit jetojnë më aktiv më gjatë dhe kanë më shumë dëshirë të udhëtojnë bën që programet senior, pika e 10, të jenë armë kryesore në strategjinë e besnikërisë së linjave ajrore për vitin 2026. Një aspekt gjithnjë më i rëndësishëm për ata që fluturojnë pas 60-s në vitin 2026 është digitalizimi i asistuar, një prirje që është kthyer në avantazh për shumë pasagjerë më të moshuar. Edhe pse aeroportet kanë futur sisteme automatike, jo të gjithë e dinë që ekziston staf i specializuar, i identifikuar si digital helpers, që ka si detyrë të ndihmojë ata që kanë vështirësi me aplikacione, kode QR, kioska check-in ose porta automatike i mbarkimi. Kjo ndihmë është pa pagesë dhe shmang situatën ku një pasagjer i moshuar ndihet në presion nga radha ose nga ritmi i procesit. Një tjetër përparësi e përmendur rrallë është prioriteti i heshtur. Në disa aeroporte, pasagjerët më të moshuar që nuk duan ta ekspozojnë publikisht moshën mund të kërkojnë një leje diskrete, që funksionon si autorizim për të përdorur radhë të shpejta ose pika asistence pa pasur nevojë të deklarojnë moshën me zë. Ky shërbim lindi si alternativë më respektuese për ata që preferojnë privatësi. Një përfitim tjetër që po fiton terren në vitin 2026 është preferenca për transport midis terminaleve. Me që shumë aeroporte janë zgjeruar dhe distancat janë bërë gjigante, pasagjerët më të moshuar mund të kërkojnë bugë elektrik ose transport të brendshëm edhe pa pasur një gjendje mjekësore të dokumentuar. Çelësi është ta shpjegosh si nevojë praktike, që do të optimizosh rrugën për të shmangur lodhjen ose rrezikun e rrëzimit, dhe shumica e aeroporteve e japin si mirësjellje. Për ata që bëjnë fluturime të gjata, ekziston edhe përparësia e kitit të pushimit të zgjeruar, i cili në disa raste përfshin maskë për syt, peceta freskuese ose kufje më cilësore, nëse pasagjeri i moshuar e kërkon. Kjo nuk jepet automatikisht, megjithatë, shumë ekuipazhe e ofrojnë pa kosto si pjesë e protokollit të rehatisë për të moshuarit. Dhe së fundi, është orientimi i personalizuar në lidhje të komplikuara, një ndihmë ku një pjesëtar i stafit të pret sapo zbret nga avioni për të udhëhequr deri te porta e radhës, edhe pa pasur kërkuar karrige me rrota. Kjo asistencë falas shmang humbjen e fluturimit dhe ul stresin në aeroporte të panjohura. Për ta mbyllur, të inkurajoj të veprosh, herën tjetër që rezervon një fluturim, shëno moshën, telefono shërbimin ndaj klientit, pyet për përfitimet senior, kërko asistencë, vend preferencial dhe nëse është e mundur, akses në lounge ose shoqërues falas. Mos prano vetëm atë që të del në ekranin e rezervimit, shumë nga këto përparësi kërkojnë që ti të pyesësh. Dhe mbaje mend, nuk po e shfrytëzon plotësisht statusin tënd si udhëtar i moshuar nëse nuk sheh që linja ajrore ose aeroporti të ofrojë diçka ekstra. Të fluturosh pas 60-s në vitin 2026 nuk është pengesë, është mundësi. Mundësi për të udhëtuar më rehat, me më shumë përfitime të fshehura që shumë njerëz nuk i dinë, dhe për ta bërë udhëtimin me më pak stres e me më shumë dinjitet. Me këto 10 përparësi që sapo të tregova, je i përgatitur të kërkosh atë që të takon. Nëse ky përmbajtje të ndihmoi, bëj like, abonoju dhe shpërndaje që më shumë udhëtar të njohin këto përparësi. Më thuaj në komente cila të habiti më shumë. Faleminderit që ishe këtu dhe shihemi në videon tjetër.